Shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim sot për veprimtarinë, për biografinë dhe njëkohësisht për politikën. Do të flasim për veprimtarinë e Agron Demirit, i cili është antar në bordin ekzekutiv të LSDM-s, gjithashtu jurist, politikan pra dhe njëkohësisht një kohë të gjatë ka qenë edhe kryetari Unionit të Studentëve në UEJL. Nder dhe kënaqësi që sot studion të ndajmë bashkë me Agron Demirin. Përshëndetje Agron dhe mirë se na erdha. Faleminderit Ariana për ftesën, mirë se u gjeta dhe do bashkëbisedojmë në lidhje me situatën që e kemi në vend dhe posaçërisht në atë që edhe ne kontribuojmë. Faleminderit shumë që keni ndarë nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe një. Atëherë fillimisht Agron, përpara se të flasim për situatën politike, njëkohësisht veprimtarinë tuaj dhe kontributin tuaj në shoqëri, fillimisht për shoqërinë apo për publikun të dim pak më shumë rreth Agron Demirit, pra një letër njoftim të shkurtër për juve. Atëherë mbasi njihemi në opinion, unë vij nga fshati Zhelin, jam alumni i Universitetit Evropës Juglindore, kam kryer 2 fakultete në drejtimin e komunikimit ndërkombëtar dhe juridikun, jam magjistri së drejtës penale, aktivist, aktualisht jam antar në bordin ekzekutiv të Lidhjes Social-Demokratët të Maqedonisë, gjithashtu me profesion punoj në Elektranat e Maqedonisë, si jurist në shërbimin juridik të institucionit dhe për më shumë do flasim rreth detajeve, rreth përvojës dhe rreth asaj që duhet opinioni të dëgjojë dhe është nevoja që ta themi, pasi që është edhe përgjegjësi mbasi asaj që kemi dalë në opinion dhe du të shtoj edhe njëherë falënderimit ndaj televizionit tuaj, pasi që duhet respektuar edhe përvoja dhe përkushtoria edhe në rafshin qendror dhe në rafshin lokal si një televizion i respektuar dhe për mua e ka vendin e vetë dhe posaçërisht në aspekt lokal të Pollokut. Faleminderit shumë. Pse pikërisht ke vendosur të studiosh juridikun, siç përmende pak më herët në UEJL, njëkohësisht mund të na flasësh pak edhe për jetën studentore, ku ke qenë dhe kryetari i Unionit të Studentëve, shumë revolucionar në atë kohë, shumë i zënshëm realisht. Të flasim pak për këtë përvojë fillimisht? Po, Ariana, fakte dhe më vjen mirë që çdo herë e nisim nga ajo që nisjet e një projekti, me thonë, nisin nga studimet dhe jeta studentore nuk harohet, për edhe është një fakt i pamohshëm që unë në universitetin që edhe kam studiuar, kam qenë edhe lider i studentëve. Studentët ma dhanë besimin me 2 mandate aso kohë dhe ndodhi pandemia COVID-19 dhe jeta studentore shkoi si lider studentor. Mirë po, mendojmë fort se bashkë me gjithë studentët aso kohë kemi bërë edhe shumë aktivitete, kemi bërë edhe shumë punë që duhet thonë, mirë po duhet shtuar se mundësia në universitetin ku une jam edhe alumni nga universitet, u jep të hapësirë studentët, pavarësisht pozicionet edhe përgjegjësive që i merrshim ose na i jepshin studentët e kështu me radhë. Atje ka një sistem, ai sistemi funksionon shumë mirë dhe kur nisesh nga një institucion që ka kulturën, unë çdo herë e them dhe e shfrytëzoj momentin publik që të inkurajoj çdo triut se pa mos pasur një sistem bazik mos vazhdo më andej. Dhe kjo u mundësoheshte nga universiteti ku vim dhe paka shumë juridika si fakultet mundëson dhe jeta studentore e kështu me radhë i kemi bë, mendoj që i kemi bë mirë edhe studentëve, mirë po edhe përvoja që është marrë atje është për të përshëndetur dhe u kom premtuar edhe profesorëve dhe gjithë shokëve atje që do e kem amanet si fillimet e mia të kontribuoj në shoqërinë dhe ja ku mundohemi në aspektin ton,
Fakti është se gjendemi tash në opozit, i kemi mundësitë e limituara edhe administrative dhe juridike, mirë po ashtu ka vendosur fundja populli me 8 maj dhe këto janë një hyrje e temës si e paralajmërove ku unë jam i inkurajuar që të folim haptas edhe andaj çdo herë jam i tillë që para opinionit jam drejt për drejt, pasi që opinioni me një fjalë vërtet popullore na lexon letrat në xhep dhe unë nuk jam një politikan i ri i tillë që ta lexojë dikush tjetër letrën, mirë po nxjerri ajo që është për tu lexuar, e lexojmë bashkë dhe kjo është mënyra më e mirë e mundshme nëse duam rezultate në shoqëri. Çfarë e shtyu Agronin që të merret me politikë? Sepse krahas studimeve, përmende pak më herët opozitën, çfarë të shtyu që ti jesh pjesë e politikës? Çfarë të motivoi një i ri në vendin tonë të merret me politikë? Është për tu komentuar dhe është për tu thonë, pasi që të rritë në këtë kohë, realisht kohën para një periudhe 2-3 vjeçare, as pak nuk kanë desh as të dëgjojnë për politikë, pasi që unë vi edhe nga jo mosh relativisht i ri dhe ambicjet e mia për të kontribuar për shoqëri çdo herë vijnë nga baza. Unë vi nga një komunë rurale që çdo herë nisi me komunën ku vi jo në aspekt lokal por në aspekt moral. Aspekti moral është se shokët e mi që i kam atje çdo herë më inkurajojnë që të merremi me diçka, jemi marrë me aktivitete organizative e kështu me radhë ku vijnë edhe ambicjet që të kontribuojmë edhe në shoqëri. Kjo një hyrje e asaj kontributit tim për në shoqëri, mirë po edhe jeta studentore, pozicionet atje, me thonë troqe dhe atje është një politikë dhe ne jemi atje deputet të zgjedhur nga studentët dhe jemi një kolektiv që marrin vendime kështu me radhë duke u inkurajuar bashkë me shok, bashkë çdo herë me shok. Kjo është një arsye shumë domethënëse se mirë po është edhe ajo që përgjegjësitë duhet vinë çdo herë nga poshtë, te lart dhe nuk i çdo herë përgjegjësisë, çdo përgjegjësi që është më dhonë, unë e kam marrë, pavarësisht rezultatit, jo çdo herë rezultatet janë pozitive, unë e përmendi vetë pa më parashtruar pyetjen dikush tjetër, unë e vi me 8 maj kam qenë bashkëbartës në zonën 6 zgjedhore dhe populli vendosi ndryshe, mirë po, a duhet dorëzohemi? Jo, populli duhet të rrim bashkë, duhet të rrim përballë dhe duhet ta bindim popullin se nuk kemi asnjë farë rezultati nga qeveria e tanishme, posaçërisht te pala Maqedoni ku edhe unë vi nga një parti qytetare, mirë po që ka përballë një parti ultranacionaliste tash në qeveri dhe ndëshkohemi edhe si shoqëri, edhe si komunitet, edhe si vend, edhe si rajon, krejt këto dërgojnë që të inkurajohesh edhe të merresh me politikë. Është ky vlerësimi yt për situatën politike në vend, këto fjali të fundit realisht që i the ndërlidhen me vlerësimin tënd për situatën aktuale politike në vendin tonë? Po situata politike aktuale në vend fatkeqësisht 2 vite qeveri asnjë gjë konkrete për planin strategjik të shtetit. Duke nis nga ajo që na duhet si shtet, pasi që jemi troç me thonë as në lindje, as në perëndim. Vinë deklarata të kundërta në kundërshtim nga eksponent qeverisë dhe kemi një kryeministër fatkeqësisht shumë egoist me thonë. Kjo duket, nuk mundet të vijë as si shpifje, as si ide nga unë. Pse mendoni kështu? Mendoj kështu se kemi rezultatet që çdo herë kur nuk i vin ati mirë, del me një deklarat banale. Situata aktuale që ndodhi me një përjashtim ose mundësi që i dha politikës në para zgjedhjeve lokale, tash me deklaratat e tij që i jep një kashe dhe nuk e konsulton, pasi që kemi troç me thonë, ai me një fjalë apo tjetër e pozicionon si do qeveri. Po pse boni atëherë qeveri me partneritet me shqiptarët, se unë e kam thonë këtë edhe para 8 majt, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve parlamentare. Partitë politike shqiptare
duhet një herë për gjithmonë mos ulen me vëmaron, edhe të bindin palën Maqedonase, konkretisht jo popullin Maqedonase. Popullin Maqedonase është aq i shtuar që mendon ndryshe, mirë po percepcionin e kanë kriju në aspektin e fushës të jashtme, konkretisht për ndryshimet kushtetuese, konkretisht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, u harun këto temë. Ne dje, dhe me thonë, kemi bë 6 vite antarësim në NATO, po mos vazhdoti edhe në atë kohë, mos ishim antarësuar në NATO, ne sot nuk e dishim se ku do jemi si shtet dhe si shoqëri. Ariana, këto janë çështje serioze, nuk mundet t'i lëm stand-by. Me një fjalë apo tjetër, populli thot nuk mundet me gjëra bazike, me politika ditore të merremi 2 vite. Janë tu keq përdor çdo temë e mundshme që ne kemi kontribuar. Një koncept, një shoqëri për të gjithë që erdh nga revolucioni i Laraman, nga populli, nga poshtë e lartë që përmendim çdo herë, u zbe fatkeqësisht. Edhe unë fal asaj konceptit, fal asaj ideje, unë jam këtu ku jam dhe do e mbroj me çdo kush dhe kërkoj të mendoj i riu si mendoj unë. Nëse e kam me gabim, çdo herë mbas argumenteve do ulemi në tavolin e drekon. Me një fjalë, situata politike aktuale në vend nuk bën hiç. Populli do ta dëgjojë këtë hiçën. Mos themi as pak. Pse them hiç? Do ta dëgjojë edhe kryeministri dhe veshi i kryeministrit se populli maqedonas dhe populli shqiptar janë bë bashk biznese, ideja, e kështu me radhë. Pse politika ta ndaloje këtë? Ne kemi situata edhe me student, kemi situata edhe me shumë relacione tjera që i keq përdorin temat. Ta lëm politikën ditore, nëse nuk kemi plan afatgjatë strategjik si shtet, do ngelim dhe nëse ne nuk merremi të vim të ajo barabarësia, është e kotë edhe investimet kapitale, investimet lokale qendrore. Plan strategjik shteti fatkeqësisht nuk ka, edhe këtë ja kërkoj publikisht eksponentëve të qeverisë që të përgjigjen këtë drejtim dhe neve si të ri. Mos ma japën si politikan, mos ma japën si një antar në bordin ekzekutiv. Populli Maqedonas dhe populli përgjithësi e dënoi LSDM-n me 8 maj. Mirë po e dënoi për politika ditore që nuk ishin in. Mirë po kur të hish në atë aspektin e jashtëm, kur të hish në aspektin e sigurisë, ne jemi sot fal LSDM-s shtet antare në NATO. Fal LSDM-s ne sot kemi rritje të pagës minimale, rritjen e standardit, bashkëjetesës, mediumët heshtin e 5 ton drogë kalojnë nëpër një kufi, po edhe opozita, edhe mediumët pro opozitës të atëhershme, shpirtin do janë nxjerrshin një kryeministit LSDM-s nëse do ndodhte kjo në politikën tonë. Edhe këtu nuk kur kritikoj juve si mediume. Fatkeqësisht ndikimi i tyre dhe monitoringi i tyre që më tenton ta keq përdor çdo detaj të mundshëm, jemi me këto rezultate fatkeqësisht që rinia nuk i do, veshi i triut nuk i do këto arian. Se pa çdo ditë jam me triut. Çdo ditë un jam me 33-ja dhe shok. Kaloj unë edhe studentët i dëgjoj dhe trit i dëgjoj. Pala, moshatarët e mi nuk duan politika ditore. Kjo është një situatë që mund ta komentoj politikës vend. Ti rikthehemi pak edhe subjektit politik të cilit ti takon, pra LSDM-s. Çfarë mendon se LSDM-ja bën mirë për shoqërinë e konkretisht ku është dobia e shqiptarëve nga ana e LSDM-s edhe ku mendon se ka dështime? Fatkeqësisht do që ta marrim, dështimet ndodhin kur ka përgjegjësi. Në LSDM-ja gjatë mandatit që ishte 7 vjet do nisimit të dështimet se populli do të dëgjojë edhe gabimet. Ne gabimet i kemi mirë pritur, e kemi kthej bazën. Nga e hona andej do jemi në terren në gjithë Maqedoni, për hir të vërtetës jam funksionar e angazhuar nga kryetari Venko Filip që për zonën 5 dhe zonën 6 zgjedhore. Kam një rajon gjerë nga Zhelina deri në Ohor. Dhe do lodhemi edhe vinë muaj i shenjtë i Ramazanit, do lodhemi mirë po ta bindim popullin që dështimet që i kemi bë dhe gabimet kanë qenë të pranueshme dhe ja i pranojmë. Kryesin e kemi ndryshuar në tërësi, kemi lider të ri nga pas zgjedhjeve parlamentare dhe kur të nisim se çka kemi bë mirë, unë nuk them mirë edhe për shqiptar, shoqëria në përgjithësi, LSDM-ja
e arriti ta kthej atë besimin në shoqëri se nuk kemi në ndarje mes popujve dhe mes etnive. Kjo është një fakt që e bisedon dhe e pranon çdo eksponent politik posaçërisht shqiptar. Karajt thonë në tavolina e formale me LSDM-n ishmi. Po përmendim në aspekt politik, çdo herë ka mangësi, kritika e kështu me radhë. Dhe unë si agron në bordin ekzekutiv shihem si një antar serioz dhe di ku jam, di pse jam dhe di ku do jem dhe di pse do jem. Këto krejt temat kanë një botkuptim në vete që njerëzit që e njohin agronin dhe e përkrahin agronin e dinë se unë çka du të them, që alom kohës se ne do kontribuojmë dhe do marrim përgjegjësi çdo herë kur të na jepet prej bazës, edhe me një mënyrë apo tjetër LSDM-ja ka qenë shumë më e mirë dhe me ato dështimet që i boni nga një politikë e VMRO-s, për hir të opinionit. VMRO-ja tanishme është eshaloni 4 ose i 5 të themi Nikola Gruevskit. Populli shqiptar, pa dallim etnive, pa dallim partive politike, u çu në këmbë dhe në 2016 i dha politikës qytetare dhe i dha LSDM-s konkretisht mbi 70.000 vota, të verifikuara. Kjo ndodhi si pasojë e irritimit popullit. Mirpo, tash në 2026 nuk është tash le të thuash jam LSDM. Mirpo, unë çdo herë lidh me atë se di ku jam, di pse jam dhe di pse ku do jem. Me një mënyrë, kjo është një përgjigje, besoj, për opinionin e kapshme në këto rrethana. Do me thënë, brenda LSDM-s shqiptarët kanë zë real, apo janë vetëm simbolik? Dhe faktin që jam bord ekzekutiv dhe kur njëherë nuk shifëm as si më i ri, se thonë edhe me mbosh jam më i ri, as si shqiptar se jam, çdo herë jam më i rebeli. Çdo herë kur t'u jepet mundësia, mundet edhe t'ja parashtroni pyetjen liderit se çka është detyrat e agronit në bordin ekzekutiv dhe jam më i rebeli kur shoh pa drejtësi, se natyrisht ka mendime të kundërta me një organ serioz që partia LSDM nuk është nga dje, është parti shumë vjeçare dhe ka kontribuar për shumë gjona, shumë sene për vendin dhe shtetin tonë dhe me një mënyrë apo tjetër ne nuk i ndajmë antarët tonë si shqiptar, maqedon, turq, bosnjak. Në LSDM me një fjalë parti qytetare ka qenë edhe pa agronin, edhe pa eksponent tjerë që kanë pas funksione publike dhe kanë ardhur nga etni tjera, kështu është e qartë pozicioni i LSDM-s ndaj këtyre temave, me thënë. Përmende pak më herët rinin agron. Pse mendon që rinia jon largohet nga vendi dhe çfarë më tepër duhet të bëj politika që këta të rinj t'i mbajnë në vendin e tyre dhe të mos largohen? Unë çdo herë përmendi, politika para një periudhe kohore të caktuar, çdo herë i ka marrë të rit vetëm si dekor, fatkeqësisht këtë kam biseduar edhe me kryetar të forumeve rinore dhe eksponent të forumeve rinore shqiptare, mirë po kanë ardhur koha që të vetëdijsohen të rit. Dhe unë këtë them pasi që një i ri tjetë aktivist në politikë sot, e din se çka kërkon edhe e din pse kërkon. Unë kam relativisht krejt të ri kam për krasit e mi edhe nga baza ku vi, dhe kjo ka nis të ndryshohet dhe mos presim politikanët që kanë vetëm funksione publike dhe partijake shumë vjeçare se të ri do jenë vetëm ngjitës të pamfletave, vetëm do jenë aktivistë të rebeluar në kohë kampanjësh, por po të ri duhet të jenë edhe në masën e vendimeve të rëndësishme për një parti politike, për shtetin, për shoqërinë e kështu me radhë dhe inkurajoj çdo të riu apo të reje që don të merret me politikë, të konsultohemi dhe të ndajmë mendimet tona, pavarësisht bindjeve politike individuale. Unë nisem nga vetja, unë kur kam qenë në pushtet dhe mandatin e dytë për hir vërtet ose mandatin e parë të LSDM-s unë kam qenë edhe lider studentor dhe nuk jam marrë me politikës të LSDM-s në aso kohë, çdo herë i kam ndihmuar çdo secilit, pavarësisht backgroundit politik,
shoqëror e kështu me radhë. Kjo ka qenë një vërtet e pamohueshme dhe ne të më demantoj gjithë secili që më ka komunikuar dhe ka menduar se mund do t'i kryjm një punë. Mirë po nuk mund do të një individ. Nuk thamë se jam i vetë. Mirë po çdo herë nisëm nga fakti se pa mos pasur ekip, pa mos pasur mendime të njëjta dhe të argumentojmë, nuk mund të vim me një konkluzion dhe inkurajoj çdo triun apo të reje që të merren me politikë dhe të vijë gjenerata e re se nuk do të kthehem në pyetjen që ishte me situatën politike aktuale. Fatkeqësisht kjo është një e vërtet e dhimbshme për vendin tonë. Pse vendose pikërisht lidhje social-demokrate të Maqedonisë ti përkisje, a ka pasur ndonjë moment të veçantë apo ngjarje konkrete që ke vendosur të merresh me politikë dhe konkretisht në këtë subjekt politik? Por janë tash lidhen temat pas teme dhe më vjen mirë komunikimi që e ndajmë në lidhje me këtë se duhet opinioni ta ketë të qartë. Kur të nisim nga ajo mundësia që çdo herë të jepet triut, hapësira, unë hapësirën e mora dhe e kam në LSDM. E thash Barzit, kam qenë bashkëbartës dhe unë jam shumë i entuziast pasi që në 8 maj 2024 unë kam qenë në garë me lider partijak që kanë përvojë politika që unë sa kam mosh. Kjo është një fakt që unë kam qenë bashkëbartës dhe kam qenë kundrejt liderëve politik shqiptar konkretisht dhe tash jam bordin ekzekutiv ku është organi më i lartë në aspekt juridik të partisë dhe sipas statutit dhe mundësia që u kemi kry punë njerëzive dhe arsyeja pse unë jam LSDM janë edhe parimet, janë edhe vlerat e shtuara dhe mendoj që e kam me vend, ka komente që unë i mirëpres edhe negative, ka mendime paradoksale, edhe ato janë të pranueshme, mirë po ato që e njohin Agronin dhe ato që e ndajnë personalitetin tem, e kuptojnë se pse jam në LSDM dhe pse duhet të jem LSDM dhe parti qytetare si LSDM-ja është më një fakt që duket dhe nuk është Agroni i pari, para mu ka pas sekretar general shqiptar në partinë LSDM, ka pas nënkrijetar, ka pas nëntar në bordin ekzekutiv, tash jam unë, nesër dhe dikush tjetër, edhe do ndajmë mendime të njëjta, dhe kjo me një raport tjetër, kjo është një përgjigje klasike, decide që çdo herë e them edhe përsëritem ta dëgjoje opinioni. Njëri le themi shqiptar në Maqedoninë e Veriut, çfarë i ofron politika sot këtij të riu shqiptar në vendin tonë? Tash nisemi nga 2 vjeçari i fundit asgjë si i ofron fatkeqësisht. Po në përgjithësi. Po në përgjithësi, kur nisemi nga themelimi i shtetit dhe nga fillimet e politikës në përgjithësi, trit nga një anketë dhe nga një që kam lexuar dhe kam pa, relativisht trit nuk duan të merren me politikë. Pse janë të painteresuar? Është teknologjia, sipas asaj anketës që kam lexuar, pasi shumë të rinj merren edhe me teknologji dhe merren me internetin, me botën e jashtme, me këto inxhinierat e IT-s, pasi që nuk vijnë nga i profesioni dhe nuk për hir unë atë çështjen bazike, çështjen që duhet ta keme kam të njohur, mirë po IT-ja nuk ka fund dhe teknologjia sa vjen e shtohet, është kjo. E dita është zhgënjimi nga personave që kanë qenë të inkuadruar në sistemet e partive politike, posaçërisht shqiptare, pasi që çdo herë janë thirrë në emrin e rinisë dhe kanë marrë pozicionin, shihni emrat me plot respektin. Pasi që nuk du të përmend emra se kam shumë edhe shok personal dhe kam pas shumë edhe komunikime kur kam pas funksione publike, mirë po tash e folim në aspekt përgjithshëm, shihni emrat e ish deputetëve shqiptar 5-6 mandate, me çdo respekt. Mirë po lejo e hapësirën një triu ose një tres. A nuk kemi në një student, po do thosh s'ka përvojë. Deputet do marrë përvojë, krejt kanë qenë pa përvojë, gjithë kemi nisë me një bazë të njëjtë. E kështu me radhë dhe argumenti tret me sa më kujtohet është ajo që trit në vendet e vogla çdo herë
ndjekin hapat e prindërve tyre, shumë të rinj kanë edhe biznese të prindërve dhe i vazhdojnë bizneset dhe e ndonë në opinionin në anket, pasi që kanë biznesin personal, nuk duhet të dëgjoj për politikën, edhe duhet të vinë disa persona si Agroni, si ai tjetri që t'i bindë dhe unë mendoj që duhet të hinë në politikë të rritë dhe të bohemi një përqindje e caktume dhe ta argumentojmë në tavolinë dhe do ndryshohet kjo qasje, pasi që e shohim edhe në vendet evropiane që shumë të reje, ne kemi edhe kryeministra me moshë relativisht të re që nuk besohet. Dhe kur ta nisish nga i fakt nga i pari i shtetit, jemi duke punuar në këtë drejtim dhe unë çdo ditë merrem me këtë temë, pasi që çdo herë nuk na jepet edhe hapësira kohore që ta ndajmë edhe me opinionin përgjithësi, mirë, por kështu në raste e shfrytëzoj edhe të më komunikoj çdo i riu. Nëse mendon se s'bën në LSDM, okej, dhe e bindi që të hinje ati ku e sheh veten ajo sa ajo. Mirë, po të merret në politikë, të kemë këtë debatoj. Unë 8 maj kur isha kandidat për deputet ishe i vetmi i ri shqiptar. Çka të bëj unë me ato që ishin për 5 herë, 6 herë për deputet, nuk më vishin as në emisione. Tu kam qenë, në emisionin tuaj, në debatin tuaj, më kujtohet kam qenë vetëm e një parti 3 profesoreshës Gjilja që ishtë, krejt tjerët munguam. Pse? Se do i bindim në tavolinë. Top 10 që ishin krejt 40 të lartë. Unë i ditë isha i vetë 25 vjeçar. Dhe këtu normal të rritë zbehen edhe thunë Agron, pse të merimi në kur nuk ne jepet hapësira edhe ajo është me një fjalë popullore shahmat. Por LSDM-ja ju jep, do me thënë hapësirë të rinjve nuk i shërbejnë vetëm si dekor? Por tash e thash, unë edhe isha, edhe jam, edhe si unë ka edhe shumë tjerë, edhe në organet e partisë sipas statutit të rinjtë e LSDM-s janë të kiqur në lista zgjedhore të zgjedhjeve lokale parlamentare 33%. Kjo është me statut, si e kemi me gjinin femërore 50-50, kjo është me statut edhe është shumë decidin këtë aspekt partia edhe pa më qenë, unë kanë qenë këto gjëra, mirë po tash sa vjen e shtohen dhe unë jam ideator dhe përkrahasi mathi i këtij mendimi. Kësaj ideje. Cilat janë problemet kryesore me të cilat përballen shqiptarët sot në vendin tonë, sipas këndvështrimit tënd, kuptohet? Këndvështrimi im këtu tërthorazi e thash edhe parës, kur ti marrësh konceptin edhe idejet e popullit Maqedonas dhe popullit shqiptar, ne krejt jemi në shumë tema të njëjtë mendimit. Krejt jemi për paga, për sistem më të mirë, për barabarësi. Mirë, po kur vinë këtu te ndryshimet në aspekt pro-evropian dhe kështu, o kriju një percepcion të pala Maqedonase fatkeqësisht edhe është keqpërdor masa, me një fjalë është keqpërdor votuesi tradicional i vëmëros, dhe këtu duhet të vim në atë konkluzionin që të krejt jemi edhe këtu të barabartë, dhe ta ndajmë një përgjithësi, le ta humbë ratingun pak kryeministri Mickovski, mos merret vetëm me ratingun personal, le ta marr pakës barën edhe ai mbi vete, pasi që çdo herë kur është LSDM janë pushtet, janë marrë ndryshime të mëdha, ndryshimi i emrit, antarësimi në NATO, nga themelimi edhe nga ishte edhe lideri LSDM-s aso kohë, çdo herë kur janë marrë vendime të mëdha, edhe unë kam qenë shumë i ri atëherë, mirë po kjo është në historinë e shtetit tonë, janë marrë vendime të mëdha. Aspekti politikës shqiptare çdo herë kanë qenë pro mendimit evropian, kjo është një fakt i pamohshëm, gjithë partitë politike shqiptare, nuk du t'i komentoj si parti politike në veçanti mos vije sa Agroni është pro kontra pozitës opozitës, le merren edhe një herë për gjithmonë vesh, pas që ne krejti kjo partitë politike eksponentët shqiptar që i kemi pat partner koalicioni. Vetëm LSDM-ja ka arriti këtë të gjithë me një periudhë kohore me BDI-n dhe alternativën, BDI, Aleancën, Besën, e shpëtum në aso kohën 2020 nga situata politike që e kishte, e morëm edhe në koalicion. E kështu me radhë, kur ti marrësh krejt këto, kemi kontribu për komunitetin shqiptar. Kjo është një fakt që folet në opinion dhe duhet pranohet. Dhe nuk duhet të harohet me një përgjithësi dhe nuk duhet të keqpërdoret tash dalet dikush eksponent politik se popullit e jam mirë pres kritikën. Unë lexoj edhe çdo koment detaj nga një populli, mirë po mos dhije të rebelohemi me oponentët tanë politik se kemi çka folim për secili. Ku e shohësh veten për shembull pas 10 vitesh në politikë?
10 vite politik, realisht nuk e kam menduar, mirë po e thash... Duke kontribuar për qytetarët? Duke kontribuar për në opinionin nuk i iki përgjithësisë dhe me më pyet mes politikës dhe një biznesit të garantuar, besoj se do zgjedhi politikën, pasi që e di pse e zgjedhi dhe duhet ta zgjedhi dhe e them troç, duhet të kontribuoj edhe karakteri im edhe individual edhe me konsultim me pas që çdo herë kemi njerëz që i konsultojmë për vendime caktuara, vinë në këtë konkluzion ajo karakteri i agronit në politikë dhe në shoqëri. E kështu me radhë, kështu që çka të thumi në këtë drejtim, unë jam mendimit që do bëhet mirë po ma keq se tash s'ka ku shkon. Nëse do ta përshkruaje misionin tënd politik me një fjali, cila do të ishte ajo? Çdo herë të konsultohemi nga baza e të lartë, pasi që du ta përmendi dhe e kam me borç moral. Nga një parti qytetare, si që është LSDM, unë vi nga Zhelina, nga komuna e Zhelinës. 5 cikluse zgjedhore, mbi 1000 vota për një parti qytetare janë edhe borç, edhe politik, edhe moral. Edhe kam arrit të bëj projekte konkrete nga baza ku vi. E kështu me radhë, duke vazhdu në opinion, duke vazhdu në aspektin gjithë pologun dhe e përshëndes çdo përkrahës dhe e përshëndes çdo votues dhe çdo banor që nëse do bëhemi çdo herë kompakt, do arrijm edhe rezultate konkrete. Hajdeni në Zhelinë si televizion, shihni vetëm bulevardin, mos vazhdoni projekte tjera, është një projekt milionsh, që një komunë rurale, që kam arrit në aso kohë ta bindi politikën, se aso kohë ishim në opozit me BDN dhe Alancën, në opozit ishte komuna, kryetari u thishte nga Besa, një vërtet që duket dhe është, mirë po u bo bulevardi në Zhelin, mirë po nuk është bo me forcë, është bo në bazë të argumenteve, që arritëm të shqellojmë të gjithë së bashku dhe institucionalisht e kritëm dhe bulevardi është më mirë se në kryqitetin, më të thesh si. Dhe kështu me radhë, dhe kjo është një mision afat gjatë që duhet kontribuojmë dhe kemi amanet. Mesazhi për të rinjët të cilët janë skeptik për politikën, që të merren me politikë janë skeptik, çfarë do i kishe porositur? Me që se përmende pak më herët. Kjo ma qërshia mbi tortën, më themi se çdo tri e inkurajoj edhe e thash, nëse mendon se nuk duhet tjetë në politikën ku jam unë. Dhe gjithë të merremi dhe inkurajoj të merren me organizime, me organizata, të merren me politikë, pasi që pa mos ardhë në tavolinën e vendimeve të mëdha, të vogla për një shoqëri dhe pa më ardhë në konkluzionin që krejt jemi të barabartë, gjithë gjona tjera janë të kota. Këtë nuk mund do të ta kemi vetëm si moto, këtë do të ta kemi edhe si dhimbje në këto rrethana si shtet multietnik, një shtet që duhet përparoje me një pozitë gjeografike shumë mirë dhe duhet trive të jepëm hapësirën se shumë trije treja presin pas dere për përgjithësi dhe presin me diploma në dorë, presin me përvojë në institucione private, mirë po su jepet hapësirën. Tu japim hapësirën pasi si që është nis, kështu që është nis, që edhe e gërkojnë vetë, unë jam shumë i kënaqur nga disa reagime që shoh nga eksponent të relativisht të rinjt në shumë tema dhe të vim në shprehje në secilën temë të mundshme për shoqërinë dhe për vendin në përgjithësi. Agron, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve, besoj që opinioni i mori gjitha ato që duhet dhe çdo herë do shfrytëzojmë mediumet dhe çdo shfrytëzojmë opinionin, ta informojmë nëpërmjet juve, gazetarëve që jeni edhe pushteti i 4 për një shtet të caktuar, pas që duhet respektuar dhe duhet t'u jepet liria mediave për informim të drejtë dhe të barabartë dhe adekuat. Faleminderit shumë dhe njerë. Faleminderit edhe njerë. Kënaqësi. Të nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.